Prandaj vdekja është ajo që Allahu i ka thonë el yaqin. Bindja. Çfarë bindje këtu bëhet? Njeriu kur vdes apo i shfaqen disa bindje të cilat nuk i ka pas të qarta në jetën e kësaj bote apo. I shfaqet lumturia, çau kon tamam e sheftë. I shfaqet investimi i drejt ku është dashur ndodh, apo i shfaqet shumë gjëra që si ka pas të shfaqura qartas në këtë botë apo. Ati i shfaqen tamam. Tamam e sheh çfarë është. Çka po don shfaqje më të qartë se ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili përmend se njeriu në varr e përcjellin 3 gjëra. Apo 3 gjëra që kanë qenë me njërin këtë botë deri në varr shkojnë me te. Por tek varri ndahen. 2 kthehen, njëra mbetet me te. Apo në këtë botë e ke ditë këtë punë. Po s'kemi qenë bindur sa duhet. Nuk kemi punuar për këtë tretën që na shënon sa duhet, apo e atje qartësohet komplet atë. E pason njeriu pasuria e tij dhe e pason njeriu familja e tij edhe veprat e tij. Pasuria kthehet mbrapsht për të ndonë mes pasardhësve dhe trashëgimtarëve, apo të smër me vetë asgjë. Kthehen familja, wallahi njëri më i dashur në botë nuk hin me ty jotën. Madje me njëri që ke tu mas gjatë në këtë botë, ndoshta me gruan tënde ose me fëmijët e tu, ose ata që të kanë dhënë më shumë në këtë botë, me i thon dikujt për tyne, apo rën me vetë sonte me ton varr, vetë sonte rën me to apo. Nëse sa pat nxirrëm apo, kur kush nuk rën me ty apo. Në nat, lëre më shoqëru më gjatë, krejt kthehen ato. Normalisht mërzia është mirë, po gjithkush kthehet në punë të vet apo. Edhe ti i kthehesh punëve tua apo. Gjithkush i kthehet punëve të veta. Rrin me ty mojnë të pa me 3 ditë, 5 ditë, lënë një javë ditë, e masë çka bojnë? I kthehen kujna? Punëve të veta apo. E ti që je shku atje kujt i kthehesh ti? Edhe ti kthehesh punëve tua apo. Prandaj varri shfaq disa gjëra që njerëzit këtë botë kanë qenë të hutuar, kanë qenë të habitur, si kanë pas shumë të kristalizuar të qarta, apo? Prandaj kuptimi i drejtë i kësaj porte të ndërrozë, kuptimi i drejtë i këtij udhëtimi na mëson se me këtë duhet më shumë ti më ushosh në këtë botë. Me kënd duhet më marr më shumë ti në këtë botë. Ku na duhet më shumë ti më në gati në këtë botë. Apo? Dhe gjithashtu na mëson se kur vjen deri tek ajo pikë është një kthim që nuk është një pikë që s'ka kthim rapa. Prandaj përderisa je në këtë botë dhe s'ke arrit te ajo pikë, ktheje veten vazhdimisht përmes kësaj pike, ktheje veten në pikën e fillimit, të furnizimit, e të ambicjeve, e të angazhimit, nga se edhe njerëz e mirë në atë pikë ndihen keqardhje. E çfarë ta mërmenja për njerëz që janë mëkatar? Wallahi nuk ka njeri, sikur se kemi mësuar ata, këshillat prak të vdekjes, apo krejt që kemi përmend, të tona ata që kemi, krejt çka kanë thonë? Krejt që mësim e kanë thonë. Andaj mos presim që të vijmë deri në atë pikë për të penduar pastaj për veprat tona. Mos presim që të vijmë në atë pikë e që pastaj të pendohemi për cilëtetin edhe cilësinë e punëve tona. Por ti themi vetëm sikur se ka thonë Rabi ibn Khuzaim. E çka tash? Apo veç edhe një herë apo. Edhe një herë apo thon po. Çau tash apo. Apo ti e ke mundsinë edhe një herë që të vazhdosh, madje edhe 2 herë, 3 herë, Allahu alem edhe sa herë. Me po kur vjen ajo e fundit që ka caktuar Allahu xhallahu ala, nuk ka më kthim rapa apo. Prandaj njeri kur futet në varr të vëllezër nuk është e lehtë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për varrin, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kam pa vend më të mërshëm se varri apo. Sepse shumë gjëra i ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Madje me një rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndërrozër ka pa disa njerëz të grumbulluar me një vend. Edhe ka pyetur sahabët e tij se pse që ta ju ngrumbullu, qëta njerë, qëka ka ndodhë? I kanë thënë, oj dërguar e Allahut, një të vdekur të tyre pa e varrosin ato. Atër thonë ashab të pejgamberit s.a.s. se i dërguar i s.a.s. e ka ullë kokën njëre, e pastaj disi si në vrap është fut në mesin e njerëzve aty. është ullë në 2 gjojtë para ati vorri, edhe u ka thënë, o shokët e mi, li mithli hadha fa aidu,
për diçka sikurse kjo rrini gati baje ke fort vetës apo. Çka për diçka sikurse kjo rrini veti gati apo. Përgatituni nga se këto kur bjen njëri është fundi i çdo gjëje. Çdo gjë merr fund apo. Për këtë arsye edhe një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pyetur për një grua që ka pastruar xhamin. Ka qenë një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka pastruar xhamin. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam speshat gruan, në ditë dy ditë speshat grua. Ku është ajo që e fshikë xhamin? I ka thënë dërguar i Allahut ka vdek natën, edhe s'kena pas qef me trazu natën ti lot mbi punëve, apo e kena varros na vet. Ka thënë pejgamberi, pse s'm keni tregu? Ne të kuptojmë se ajo ka qenë me vlerë, ndoshta ju për ju s'u kon më rëndësia e grupit, por për mua ka pas pozit, ka si kanë gati xhamis. Kur jena falna ajo ka pastruar xhamin. Ne nuk është për ju ndoshta është një pozitë jo e madhe, por për te Allah është punë e madhe me gati xhamive. Ka shku tek varri i saj edhe ka fal xhenazën përsëri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shkak të vlerës së lutjes tij, nga se doja e tij për të nuk është kështu doja jon. Edhe kur ka bëu doa ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dëgjoni këtë hadith. Ka thon inna hadhihi al-qubur mamlu'atan dhulmatan. Ka thon këto varre janë të mbushura me errësirë, por Allahu u ndriçon me lutjet e mia. Ndriçon me lutjet që na u bëjmë. Apo, por lutja është e jashtme. Nëse ndriçohet me diçtë jashtme, ndriçohet edhe me atë që është e brendshme. Apo, andaj në esencë varri është i errët. Në esencë varri është vetmi. Në esencë varri është shqetësim. Madje një sen tjetër që ndodh në varr të vëllezër është një lloj ngushtimi që e preton çdo i vdekur. Pastaj ai ngushtim ose shkon duke u shtëruar ose shkon duke u ngushtuar, Allahu na ruaj. Kur ka vdek Sa'd ibn Muadhi ka qenë një prej ashabët njohur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë udhëheci i ensarëve të Medinës. Për këtë njeri kur e ka varros pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka ecë gishta. Edhe ka thënë ja Rasulullah, pse po ec kështu? Ka thënë nga se nuk po gjej ku më e vendos këmbën nga numri i madh i melekëve që kanë zbrit me varros këtë njeri apo. Ka se pejgamberi ka pa melekët. Ka s'po kam ku më qit komën nga melekët e mëdhaj. Për këtë njeri është dridh arshi i Allahut azza wa jall. E kur varros Sa'd ibn Muadhi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna lil qabri la damma. Ka thënë varri e ka një shtrëngim, të kesh me shpëtu dikush prej tij që ky kish me shpëtu. Po edhe ky është ai që shtrënguat në varr apo. Andaj varri çdo kënd e shtrëngon një lloj hyrje ose më thonë edhe mirëseardhje për një botë tjetër, apo ke qenë shlirë në këtë botë e tash këtu je ndryshe. Këtu je diçka tjetër. Andaj çdo kush shtrëngohet e pastaj në bazë të veprave shlirohet ose Allahu na ruaj shtrëngohet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shtrëngimi ndodh deri në atë mas sa që futet brinin tjetër, nga shtrëngimi i madh, nga pretimi i rënd që ndodh në atë vend. Hapi i parë që njeriu e vendos